Vetëm pak orë para prajmit të sotëm, kurioziteti se kush do të largohet mes Gertës, Aldos dhe Jozit në këtë pikë të lojës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet dhe nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë e ka Aldo me 50% të votave, i ndjekur nga Jozi me 46% dhe në fund Gerta me vetëm 4% të votave për të larguar. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, por pavarësisht të rezultateve, ai që do të largohet është Aldo, pasi për produksionin nuk ka më se çfarë të jap brenda shtëpisë. Kjo duk qartë edhe në prajmin e së martës, nga mënyra se si u fol nga opinionistët për të. Megjithatë, kujtojmë se Aldo ka një bilet kthyese, që ka dhënë gjesti disa kohë më përpara, ndërsa Jozi ka ende një histori dashurie brenda shtëpisë, dhe së fundmi ka krijuar dinamika. Kujtojmë se këta banor shkuan edhe në votim nga nominimet e hapura që u përdorën për herë të parë këtë edicion, përveç Gertës e cila është në nominim të përhershëm. Po ju, kush mendon se do të largohet?